Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend se çfarë po ndodh me vetë Shqipërinë dhe është Edi Rama, personi I cili po shet tokat e shqiptarëve, nisur me atë që po ndodh në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe rasti I Zvërnecit për gjatë ditëve të fundit. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, çfarë po ndodh me vetë Shqipërinë, me vetë shqiptarët dhe me Edi Ramën kryesisht, I cili deklaroi sot se Zvërneci është një tokë private, dem baba dem, dhe se nuk bëhet fjalë për investime shtetërore, por janë investime krejtësisht private. Kuptohet që është një program I 35 viteve që Shqipëria duhet shpopullohet, duhet shndrohet në një vend ku të mbizotëroj kauzi dhe të kthehet në vend pastrim paraje, ndërtime, ndryshimi ekosistemik apo ndryshimi I të gjithë gjeneratës e cila jetoj dhe punoj në Shqipëri, për ta kthyer në një vend kolonësh, në një vend ku sipas programit të Sorosit duhet jetë një vend I cili nuk duhet të popullohet nga shqiptarët, por duhet të ketë popullsi të heterogjene, kryesisht izraelite dhe të vendeve të tjera të cilët do përdoren si sklavë në Shqipëri, ndërsa shqiptarët duhet të largohen ose ajo pjesë e vogël që do ngelin, janë ose ata që kanë bërë para nëpërmjet korrupsionit, krimit organizuar, ose pjesa tjetër do jetë e pafuqishme për të reaguar. Ka një lloj sistemi mafia shtet që ka ndërtuar si kryeministri I Shqipërisë. Blem për të përmendur që Shqipëria është shitur në forma dhe mënyra të ndryshme. Mos harrojmë që marrëveshja që bëri për shembull me detin ishte një nga shitjet më spektakolare që ka bërë Rama, duke përdorur emrin e Amerikës. Po, do të kalojmë edhe aty. Po. Pra, ashtu siç ka bërë tashmë që bën me Zvërnecin, ashtu që do bëjmë me Sazanin, ashtu siç ka bërë me portin e Durrësit, me Shëngjinin, me Rjollin, me çdo gjë, domethënë, që ndodhet në Shqipëri, apo me paketën e maleve, siç ju kam thënë edhe në një emision tjetër, me paketën e maleve, që paketa e maleve në del deri në Kavaj. Domethënë, ky bën çdo gjë. Ka gjithë supremacin për ta bërë, ka gjithë institucionet në dorë, kështu që duke I pasur gjitha në dorë, ai nuk ka asnjë lloj pengese, por nuk ka pengesë as nga ajo që quhet, e ashtu quhet, të themi, opozitë nuk ka në Shqipëri më. Janë bërë njësh bashkë të gjithë tash. Dhe kemi një Ram I cili, të themi në të zhargonin e përditshëm, është bërë suprem në gjitha aspektet e jetës, dhe këtë supozojmë edhe kur Këshilli I Evropës solli raportin e fundit, dhe thoshte që korrupsioni I Shqipërisë është në çdo aspekt të jetës, dhe çuditërisht pastaj hapin edhe atë I barin dhe për të filluar mbylljen e kapitujve. Pra një paradoks total, dhe ky paradoks ndodh pikërisht sepse kemi një kryeminist të tillë që I ulet në gjunjë çdo njeriu, kërkon t'i puthi dorën çdo kujt, apo shkon me pantofla në takime zyrtare, domethënë siç ndodhi në Greqi që vajti me atë veshje palavoze mbi tapet kujt, domethënë. Është një klaun I cili bën çdo gjë vetëm për të mbajtur pushtetin dhe për të realizuar atë që është më thelbësorja, për të realizuar përfundimisht planin e Sorosit, që është një plan që është nga viti 91, 90, që pas rënies së komunizmit në vendet e lindjes, në çdo vend tjetër Soros u fut domethënë fuqishëm, në Shqipëri u fut akoma më fuqishëm. Dhe me sa duket Shqipëria është vendi më I pranueshëm për të pranuar gjithçka në politikën e Sorosit, pavarësisht nga
pretendimet e Ramës për zhvillim dhe përfutje në Bashkimin Evropian, pavarësisht se ka pasur disa raporte që kanë ndaluar edhe për Zvornecin, edhe për të gjitha ndërtimet që janë bërë në Bregdet për prishjen e ekosistemit. Ai vazhdon akoma me ato të veta, ndoshta është edhe ajo loja ndërmjet këtyre liderëve të Bashkimit Evropian dhe vetë Ramës, ku këtej raportit i sjellin ndryshe dhe veprimet i bëjnë ndryshe. Kuptohet që janë të korruptuar edhe vetë, domethënë nuk është se është vetëm Rama i korruptuar, ata kanë gjetë terrenin e korrupsionit. Kanë gjetë terrenin e korrupsionit dhe kanë gjetë atë që i bëhet e kthejnë Shqipërinë në një vend eksperimental për të parë dhe për të parë qoftë edhe reagimet apo mënyrat se si mund të tjetërsohet një pronë, se si mund të bëhet të zhvillohet më tepër LGBT-ja. Së fundi për shembull ne kemi edhe ministren të bien e Valdetes Sales, që ishte përfaqësuesja e parë na vjen ministre shëndetësie dhe nxori kokën tashmë sepse do të bëj kthimin e gjinive të fëmijëve, do t'i bëj tash me mbështetjen e qeverisë dhe me fondin e qeverisë, që ishte një masakër tjetër domethënë që i ndodh Shqipërisë dhe nuk ka asnjë lloj reagimi, asnjë lloj gjëje. Dhe ku kërkon Edi Rama të shkojë me gjitha këto? Kërkon për të thash, është unë dëgjoj në shumë emisione që kemi bërë, unë kam thënë që në dasmën e Aleksit, Edi Rama është caktuar si personi i cili do jetë themi portavoce e Sorosit në Europë, do jetë ai i cili do komandojë domethënë çdo veprim të Sorosit, do të bëjë Sorosi, çdo deklaracion do ta bëjë Rama. Dhe ky njeri e vërtetoi katërcifrisht atë që unë kam deklaruar dhe veprimet e tij është për të bërë programin e Sorosit. Programi i Sorosit nuk është asgjë tjetër veçse një globalizëm, internacionalizëm dhe shoqëri civile. Ka të thotë, nëse do ta përkthejmë në termat e literaturës botërore, do thotë komunizëm. Komunizëm po i kamufluar me terma të tjera, një komunizëm i cili nuk njeh dheun, nuk njeh kombin, nuk njeh familjen, ka terrorin dhe ato që Rama po bën domethënë në çdo aspekt i jetës po përdor terrorin. Mund ta shihni për shembull rasti i fundit, jo vetëm ajo që ndodhi në veri, po edhe ajo që ndodh në Rjoll për shembull. Ai dërgon policinë, ushtrinë, forcat e rendit në mbrojtje të hajdutit, më mirë, ta themi më shqip se sa të kamuflohemi. Domethënë këto oligarkët e partive që këta i caktojnë vetë, oligarkët, se kush do bëhet i pasur, kush do bëj këtë kontrabandë, kush do bëj këtë kontrabandën tjetër, ndërton institucione pas institucione vetëm për të kamufluar, për t'i bërë sa më të padukshme ato lloj vjedhjesh që këta bëjnë, ato lloj korrupsioni që bëjnë dhe ato pastrim parash që bëjnë. Kështu që në këtë kontekst edhe ata Zvornecit nuk janë të fuqishëm për të përballuar një shtet terror. Ne kemi provuar çdo thot terrorizëm shtetëror. Të paktën shtresa jonë ka provuar, sepse në 45-ën erdhën edhe ne i morën të gjitha. Na morën gjithë pasurinë, na nxorrën për jashtë, na internuan, na vranë, na përkatuan, pa gjyq, pa gjë. Tani kanë vetëm një favor që këta nuk të vrasin, nuk vrasin me plumë, në kuptimin e kësaj, nuk të internojnë, po ama pjesën tjetër e kanë të zbatueshme. Pra ta marrin pronë me këto korporata që ndërtojnë, me këto makinacione që bëjnë nëpër hipoteka, që i ndrojnë pronat, i çojnë sa me ikra tjetër. Ja heqin pronarit e merr ai hajduti. Dhe pastaj ai hajduti ja shet oligarkut partisë, gjoja më thoj se ja shet oligarkut partisë, dhe pastaj oligarkut partisë bën atë rezortin, bën ndërtimin, bën shkatrimin, bën çdo gjë që duhet. Por asnjëherë nuk kemi një politik dhe nuk kemi një strategji se ku po shkon ky vend. Ky vend nuk ka as industri, as bujqësi, as absolutisht asgjë. Një vend që i prishet arsimi, një vend që i prishet kultura, një vend që mbi mozaikën ndërton, një vend që prish portin më të lashtë të botës, ti e shkatërron dhe e prish. Domethënë, ky ka arritur që të bëjë çdo gjë dhe fal mbështetjes Bashkimit Evropian,
edhe të Sorosit në Amerikë, dhe i ka marrë mendjen njerëzve duke deklaruar që do futemi në Europë, ka ajo lloj Europe që e pam shumë mirë që doli në mes të Tiranës me parada dhe më këmbë si Ramës, qëndronte aty bashkë me atë të Bashkimit Evropian, atë qëndronte aty dhe vazhdonte bënte parakalimin madhështor në bulevardin që fatkeqësisht ka emrin Dëshmorët e Kombit. Zoti Merkoçi, pak ditë më parë ishte në Tiranë ministri i mbrojtjes Greqisë Nikos Dendias, i cili u takua me kryeministrin Edi Rama, por edhe me homologun e tij Ermal Nufi, ku janë diskutuar disa çështje sensitive mes dy vendeve. Në këtë rast, ju si e lexoni vetë vizitën e Dendias, çfarë po kërkon Greqia në këtë rast? Greqia kërkon shumë gjëra. E para kërkon, ose mori më mirë me thënë, është ai ardhja e falenderimit për dhënien e detit, që Rama i dha në pretekstin e 6 miliardëve të Amerikës që do bëti investime në Greqi, kryesori sikur do bësh në Shqipëri, dhe në atë kohë ndërtoi edhe kontratën që bëri një kontratë për faljen e detit, që ajo është falje e detit, për të nxjerrë gazin. Dhe Greqia tashmë kërkon atë pjesën tjetër ku shqiptarët të cilët kanë marrë pasaporta greke kërkon t'i regjistrojë në Shqipëri si grekër, pra si minoritet, kuptohet duke i regjistruar si minoritet me ligjin, dekretin presidencial që është bërë vite më përpara. Të kalojnë edhe pronat të kalojnë në kadastrat e Greqisë. Ky është një skenar, domethënë, për zhbërjen e Shqipërisë dhe për marrjen e tokave në mënyrë tërthorësi apo tërthorësi për në mënyrë ligjore. Në të njëjtën kohë që nuk kemi dëgjuar absolutisht asnjë nga politikanët tanë, pavarësisht disa deklaratave që i bëjnë thjesht për show në për emisione televizive apo në konferencë shtypi, nuk kemi dëgjuar asgjë që të flitet për sa i përket çamërisë, për sa i përket të drejtave të çamëve që janë mohuar dhe janë terrorizuar, janë marrë tokat dhe janë bërë gjithçka. Mirë, po politika jonë nuk flet për këtë. Politika jonë flet për Bashkimin Evropian, flet për fuqinë e mirë që ne kemi me Greqi, megjithëse Greqia ka akoma, megjithëse jemi vend të NATO-s, ka akoma ligjin e luftës dhe mban akoma ligjin e luftës e mban pikërisht për çështjen e çamëve. Pra asgjë tjetër nuk e mban ligjin e luftës në Greqia. Dhe çuditërisht për këtë ligjin e luftës kemi 35 vjet që dëgjojmë politikanët tanë e cejaket e tyre. Po kur vjen puna tek heqja e ligjit të luftës apo një kërkesë për sa i përket heqjes të ligjit të luftës, nuk kemi absolutisht asgjë. Kështu që Greqia ka gjetë terrenin, nuk është hera parë që e ka bërë Greqia këtë, apo nuk është viti parë, nuk është takimi parë, do të shihni shumë takime që kanë bërë qoftë kryeministra apo ministra të Greqisë, dhe gjithmonë kanë dalë grekët fituar, shqiptarët nuk kanë dalë absolutisht asnjëherë. Si e shpjegoni faktin që ministri Dendias ka kërkuar ngritjen e komitetit të ekspertëve nga dyja vendet për varrezat e ushtarëve grek të rënë në Shqipëri? Në këtë rast, çfarë po kërkon sërish Greqia duke u përqendruar pikërisht te një çështje e tillë të cilën e ka trajtuar edhe më parë në nivel po themi ekspertësh mes dy vendeve? Po, atë që morin fillim, tashmë kërkon të marrë akoma më tepër, dhe kjo tash edhe herë nuk është asgjë përveç se sa politikës tonë anti-shqiptare që bëjnë politikanët dhe qeveritarët tanë. Kështu që me këtë lloj gjëje ata kërkojnë të legjitimojnë tokat e tyre në thonjza, dhe jo pa qëllim e përmenda që ka një dekret ku tokat e minoritetit janë të regjistruar në kadastrat greke. Dhe për këtë nuk flet absolutisht asnjë. Dhe ai ligj i famshëm i 7151 që i bëri minoritetet i bëri pronar, domethënë nuk mund ndodhin asnjë vend botës si pronar, ndodh vetëm në Shqipëri që shteti e bën pronar minoritetin dhe minoriteti pastaj u bë dhe dekreti të cilit do ta kalonte
në kadastrat e Greqisë. Gjë që është antikombëtare dhe trafikombëtare, po ta marrim në aspektin juridik dhe politik. Dhe tashmë ata kërkojnë që të hapin sa më shumë varreza dhe të justifikojnë, e thashë edhe ja për të justifikuar gjithmonë atë pjesën e ligjit luftës të cilët ata e mbajnë sot e kësaj dite, dhe do të vazhdojnë akoma me këtë lloj qeverie, do vazhdojnë të ngrejnë varreza dhe lapidar të ndryshëm, dhe për sa kohë shteti shqiptar apo kryeministri i Shqipërisë thjesht për të mbajtur postin e tij dhe për të bërë atë programin e tij të famshëm, të iniciuar nga Sorosi, patjetër që do ta realizojnë. Kjo është shkatrimi që po i ndodh Shqipërisë, dhe shqiptarët nuk po e kuptojnë akoma që ne po shkontarizohemi. Dhe ky shkontarizzim vjen pikërisht nga vetë fakti sepse në Shqipëri ka humbur ndjenjën e nacionalizmit dhe patriotizmit. Asnjë nga partitë politike nuk është një parti e cila të ngrej dhe të edukoj popullin me ndjenjën e nacionalizmit dhe patriotizmit. Por gjithmonë vazhdojmë me shoqërinë civile, me globalizma, me internacionalizma, me LGBT-ra, me çdo gjë, me banda, me krime, me çdo gjë, vetëm se si do shkatërrohet Shqipëria, ne do të shohim një gjë që është shumë do me thënë se për një vënd, ne jemi i vetmi vënd që kërkojnë futimin e Europë, ne nuk kemi as industri, as bujqësi, as ushtri, as politik, as gjë. Dhe atë që kam thënë dhe prapë vazhdoj të mbeten, Shqipëria është caktuar nga Europa, nga programi i kësaj Europe, që është sot, se duhet të kuptojmë edhe gjë që edhe kjo Europë sot që është, qoftë edhe këta liderët europian që janë, nuk janë asgjë tjetër veç se vasalë të Sorosit, nuk janë të djathtë, asnjë nga këta, qoftë Kallasi, qoftë Kamasi, qoftë Kosi, që janë këta janë gjithë të majtë janë, nuk janë djathtë, nuk e njohin djathtën, këta e sulmojnë djathtën, ashtu siç sulmojnë edhe në Shqipëri. Kështu që jemi në këtë kontekst të gjës. Shqipëria po shkatërrohet dhe ajo që kam thënë që Bashkimi Evropian ka një politik ku Shqipërinë ka caktuar si një vend i cili do instalohen kolone dhe kampe refugjatësh. Ne kemi nisur me kampin e Gjadrit. Europa e duhet trokiti më së fundi vendimin e Italisë, të cilit ne i falem apo i dhuruam Gjadrin dhe Lezhë, për portin e Lezhë, për që do të shohim se si do ecim akoma më tepër zi, për sa kohë do jetë kjo politikë dhe kjo lloj Europe, jeni të bindur që Shqipëria do ketë vetëm disfata dhe vetëm humbje territorësh, asgjë më tepër. Si e shpjegoni faktin që ministri i mbrojtjes Greqisë Nikos Dendias theksoi se ka origjinën e tij nga Himara? A ka i pretendim në këtë rast të vetë Greqisë, pra në mënyrë indirekte për ta cilësuar Himarën si greke? Po, për sa kohë ne vendosem edhe bëm një politik antikombëtare, duke vendosur Fredi Belerin, i cili shpallës grek, i cili vum kryetar të Himarës, për sa kohë në politikën shqiptare. Në të gjitha partitë pretendohet se në Himar duhet vendosur një minoritar për drejtuar Himarën dhe jo shqiptar, tregon hapur që edhe ministri të lloj. Pra, ata gjithmonë Himarën kanë kërkuar ta quajnë si pjesë e territorit grek, dhe jo pa qëllim ja u përmenda problemin e tokave të falura me ligjin 7501 dhe të regjistruar në kadastrat greke, sepse më pas doli dhe ligji që u bën pronar. Kështu që duke qenë origjina, duke e shpallur veten në origjinë shqiptare, ose nga Himara, ai nuk thot jam shqiptar, ai thot unë jam himariot, pra jam pjesë e Greqisë, ata mundohen në çdo kusht, në çdo formë. Grekët janë manipulatorët më të mëdhenj të historisë. Ata kanë manipuluar historinë botërore, jo më këtë të Shqipërisë, nuk e kanë problem. Kështu që kjo lloj politike do vazhdojë tek grekët derisa ata arrisin synimin. Synimin nuk po arrisin me luftë, ashtu siç bëjnë vendet e tjera që bëjnë luftë. Ata po arrisin me këtë lloj politike, me këtë lloj qasje që bëjnë, duke bërë presione për Europën, duke bërë presione për blokada që nuk do u lejojnë të fusim në Europë njërin tjetrën, dhe gjejnë pastaj këtë lloj
këta parapolitikët shqiptarë, këta antikombëtarët shqiptarë i gjejnë edhe nëpërmjet tyre pastaj marrin të gjithë ofiqet që ata kërkojnë. Zoti Merkoçi, çfarë po ndodh me çështjen e detit sa i përket raporteve mes Shqipërisë dhe Greqisë, ku kemi parë një angazhim teje të madh të Athinës, por ndërkohë është përfshirë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes ambasadores së saj në Athinë? Lobi grek në Amerikë është shumë i fuqishëm, nuk mund të them që nuk është lobi grek, nuk është i fuqishëm. Ashtu siç është lobi izraelit i pari, atje është edhe lobi grek i dyti. Një nga lobët më të fuqishme në Amerikë, kështu që ata lobojnë. Nuk është se nuk lobojnë, nuk janë si ne shqiptarë që ne lobojmë vetëm për komunizmin, jo për kombin. Në pikpamjen e tyre janë në të drejtën e tyre. Por ajo që ishte, që thash, marrëveshja që Rama krijoi me këto kompani që janë amerikane gjoja, sepse i vjen nga emri Amerika dhe gjithmonë flasin në emër të Amerikës, dhe për nxjerrjen e gazit ndet, Rama i vuri kufirin dhe ja dha Grekut këtë lloj pike. Dhe aty pastaj ata me të drejtë mund të kërkojnë që kjo çështje ashtu siç Rama ka pretenduar dhe ka ngritur çuditërisht e ngre Rama si opsion për ta zgjidhur në gjyqin ndërkombëtar të ujërave për kufirin e ujërave. Kështu që në këtë pikë ata janë të fituar sepse ne akoma nuk kemi përcaktuar një pikë zonat ekonomike të Shqipërisë, ata që bëri Turqia një javë më parë, kur caktoi presidentin e saj Recep Tayyip Erdoganin për të caktuar vendet ekonomike në det, do të thonë, aty ku tashmë Turqia mund shkojë edhe në Kipër dhe ta vendosin zonën ekonomike të tyre me dekret të presidentit. Ne nuk i kemi bërë këto veprime, përkundrazi ne jemi kurrizdal. Politika jonë është një politikë sa handëpirëse. Tash ata mendojnë vetëm për postin e tyre. Dhe kjo vjen edhe nga fakti nëse ministri grek deklaron se është nga Imara, kryeministri jonë nuk e di se nga është, sepse është në origjinë shqiptare. Kështu që në këto kushte jemi ne dhe tash fatkeqësia më e madhe këtij vendit kjo është se po shkon drejt shkatrimit. Sa dorë në këtë rast ka Amerika sa i përket mundësisë për investime energjetike në detin jon, dhe a ka, po themi, një nxitim të vetë Athinës për ta përmbyllur sa më shpejt çështjen e marrëveshjes së detit? Amerika nuk ka në një investim në detin jon, nuk do të kuptojmë një gjë. Edhe në Amerikë janë kompani që lobojnë, nuk është shteti amerikan, nuk ka asnjë lidhje kontrate me shtetin amerikan. Çdo gjë e kemi kompani ose me individ. Ata janë kompani dhe shumë nga këta kompani mos harrohen se janë edhe kompani offshore të cilat janë të lidhura me banka offshore në vende të ndryshme, janë të regjistruar jo në Amerikë, por në vende të ndryshme, janë ca ishur kot që si njeh njëri. Dhe përfitojnë nga njohjet apo nga lobimet që ata bëjnë brenda administratës së shtetit amerikan, dhe në këtë pikë këta quhen sikur janë amerikanë. Është e njëjta gjë siç ndodhi me atë si e ka pasur i fshekëve që bën të fshekët, që merrte një gërdecit. Ai Kalamani, 18 vjeç, që u kap e u dënu në Amerikë. Që merresh me transportin e fshekëve në Shqipëri. Efraim Diveroli. Një Diverol tjetër janë këta. Kuptojnë një drejt. Janë një Diverol, se s'po më kujtohesh emri. Janë një Diverol tjetër. Pra, janë njerëz, individ, të cilët vinë këtu, përdorin emrin sepse në Shqipëri po the Amerika rrin urtë gjithë, kanë frikë gjithë, dhe vinë në emër të Amerikës, takojnë një ambasador, siç është ajo ambasadorja e Greqisë
Do me thonë, vjen atë, takon atë, vje ajo këtu, pa pik tagri, pa pik gjë, pa pik, do me thonë, lëvizje diplomatike, vjen këtu se çdo ajo ambasadore e Greqisë vinë në Tiranë, nuk ka, s'ke pasi shpjegim asnjëri, po vetëm se është Amerika dhe gjithë rrinë gatitur. Kjo është e gjitha. Po çfarë interes ka Edi Rama këtu në këtë rast sa i përket këtij takimi që zhvilloi me ambasadorat amerikane në kryeministri? Në natën vonë, do të thonë, në mesnatë. Po pra, Edi Rama ka atë që të tregoj shqiptarëve që unë kam mirë me Amerikën, e kam rregulluar marrëdhëniet me Amerikën. Ti tregoj shqiptarëve që janë këta që vinë tashmë dhe që bëhen këto investime janë investime amerikane. E kupton? Dhe ta shet gocën e Trumpit sikur me qenë Zeusin tokë. Dhe shqiptarët rrinë. Dhe politikanët, opozita, ka frikë, ka përmendi, ka frikë të flasi. Ashtu si që kishte frikë dhe shkoje e ngriti kartonin për ligjin nominal të Ramës për të marrë pjesë në bordin e paqes. Ashtu si që kishte frikë opozita që bëri rezolutën për BE-n, megjithëse BE-ja kishte nxjerrë një raport teje skandalos, opozita ngriti kartonin dhe bëri rezolutën. Aprovoi rezolutën. Kjo është politika. Pra ne u them këta janë para politikë gjithë. Nuk e them kot këtë. Nuk kam se kam në inat personal me X-in e me Y. Kjo është. Këta janë para politikë, këta janë pazargjin, këta janë antikombëtar gjithë. Pra ka shitur interesat e tij, pra ka shitur, ka shitur interesat e Shqipërisë për pushtetin e tij dhe për të korrigjuar raportet me presidentin amerikan Donald Trump. Patjetër, vetëm kjo ishte, pse çfarë ishte? Po çfarë fitoi Shqipëria ke bordi paqes? Absolutisht asgjë. Çfarë fiton Shqipëria që futet në BE? Të dalë një politikan dhe thuaj që merr një intervistë një politikan dhe thuaj kush janë përfitimet dhe anët negative që janë futja e Shqipërisë në BE. Shqipëria nuk futet si partner në BE. Dhe kur jemi ngrenë në 90-ën kemi thënë ta bëjmë Shqipërinë si Europa, nuk kemi thënë ta shkatrojmë Shqipërinë e ta çojmë në Europë për ta kthyer kamp refugjatës. Për të hequr sovranitetin e vendit. Më bëja një këtë pyetje një politikani, qofte edhe vetë Ramës, qofte edhe vetë Berishës, e shifni çfarë përgjigje do merrni. Jo, është e drejtë sepse Shqipëria nuk po themi plotson asnjë standard në raport me vendet e Bashkimit Evropian për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Siç u futëm në NATO, që na futën dhe ne nuk kishim as ushtri, as drejtë as shejtan dhe ne na futën në NATO për interesat e tyre. Dhe tash çfarë bëjmë në NATO që rën patate? Se ne s'kemi asgjë. Po si do konkuroj një shqiptar, po themi një bujk shqiptar në raport me një fermer Bashkimit Evropian? Është si nata me ditën. Është si nata me ditën. Gjë e parë është që atje të jep subvencionin të jep shteti. Gjë e dytë, që është kryesore, shteti interesohet për prodhimin tënd, ta grumbullon, ta merr, të jep, sepse shteti është rregullator. Këtu në sektor skandaloze. Doni të merrni rastin e Turqisë, supozojmë që gjithë shqiptarët kanë vajtë atje për rezorte. Ju e keni pa pjesa rezorteve dhe pjesa tjetër është gjithë pjesë bujqësore dhe gjithë rezortet, gjithë prodhimin e marrin tek bujku turk. Ju e keni pa të gjithë shqiptarët e kanë pasur ata që pjesën dërmuese shqiptarëve kanë vajtur për rezortet e Turqisë. Dhe kanë parë, ka rezorte, ka një rrugë dhe pjesa tjetër nuk është ndërtim atje, nuk ka uzina e fabrika ku diun, çfarë them, dyqan. Atje ka vetëm tokë prodhuese. Dhe ky është rregullimi që bën shteti, marrëdhëniet e shtetit. Shteti është rregullator. Po në këtë rast ku po e çon Edi Rama Shqipërinë? Po një bujk në Itali nuk mund të krahasohet me tonën. Se tash zot fal shqiptarët kanë dalë edhe kanë pa Europën se ç'është. Po ti
si do ta krahasosh ti kur ti ke tokat pa mbjellura? Si do ta krahasosh ti kur ti tokën e Bukës ti e ke kthyer në tokë ndërtimi? Si do ta krahasosh ti kur ti ke shkatruar tokën? Mbaj mend të fjalë që them. Ne kemi shkatruar strukturën e tokës. Dhe askush nuk flet për këtë. Kemi shkatruar strukturën e tokës. Dhe absolutisht nuk flet njerëzit. Merrni shikojnë ndërtimet që janë bërë, ujërat që janë prerë, lumet që janë shkatruar. Kemi shkatruar sistemin dhe kemi kthyer tokën në tokë jo prodhuese. Sepse të ndërtosh, ta devijosh lumin, ti heqësh ujin lumit, të shkatrosh lumin, çfarë është? Ne kemi shkatruar çdo gjë. Të gjithë ndërtimet që bëhen. I keni pa ndërtimet që bëhen e qoftë edhe në Bregdet. Ti ke goleme akoma me gropa skeptike. E kuptoni se pra në një hotel që është luks ti ke grop skeptike. Dhe ti flet më për turizëm dhe më flet më për bujqësi kur ti nuk ke bujqësi. Kur fshatari e merr prodhimin edhe e hedh në kanal se nuk ja blen njeri se këta që e quajnë veten oligarkë marrin nga Maqedonia, nga Malizi, nga Serbia e sjellin në Shqipëri. Dhe prodhim shqiptar ti nuk ke, di në treg shif sa prodhim shqiptar ke. Sepse si intereson njëri për prodhimin shqiptar. Sepse edhe ai naftën, për atë naftën që do i jepte botë propagandën më të madhe se do i japi 100 kg naftë. Bujkut për me, se që do bëj Bujku me atë 100 kg naftë, nuk e di sepse ai i shkreti s'ka as traktor që ta punoj tokën. Po ky ishte programi i ligjit 7501 që ndau tokën rrypa. Dhe sot toka shqiptare nuk punohet. Dhe e ktheu tokën nga një tokë bujqësore në tokë ndërtimi. Nuk ka vend botës si tokën bujqësore ta kthejnë në tokë ndërtimi. Vetëm në Shqipëri ka ndodhur kjo. Dhe planeta ta kanë prish infrastrukturën e tokës. Shifini pse dalin këto limona e portokalle e mandarina që nuk dalin nga ato që përkasin, jo. Dalin nga prodhimi i tokës poshtë. Se të ka degeneruar toka. Zoti Merkoçi, me këtë lloj mënyre qeverisje, ku po e çon vendin Edi Rama me gjithçka që po ndodh, pra me shpopullimin e vendit, shitjen e detit, marrjen e tokave ndaj shqiptarëve, zaptimin e tokave në Bregdet, në jug të vendit, apo edhe shkatrimi i zonave të mbrojtura? Ne tash s'kemi zona të mbrojtura se me i firmë të Ramës se çdo zonë e mbrojtur kthehet në zonë ndërtimi. Nuk absolutisht ne s'kemi më zona të mbrojtura. Ne nuk arritëm që të mbrojmë kulturën, kur nuk arritëm të mbrojmë një teatër që ishte në qendër të qytetit, që ishte edhe historia e qytetit, historia e Shqipërisë, aty ku ishin bërë gjyqjet e para të diktaturës, aty ku ishin ngritur, e kishin themelin të gjithë institucionet shkencore. Aty e kishin bazën, aty e kishin fillesën dhe ne nuk arritëm ta ruajmë. Mos pretendoni se do ruash gjë tjetër, kur nuk ruajtëm dot Butrindin dhe Butrindin e kthem në zonë ndërtimi, kur ne nuk ruajtëm dot portin e Durrësit, i cili është thash porti më i lashtë i kësaj Europe, dhe ne nuk e ruajtëm dot një port me histori, me kulturë, me të gjitha, dhe ne nuk e ruajtëm dot atë, nuk e di se çfarë mund të ruajmë ne më. Dhe Rama këtë program ka. Unë prapë po e uri përsëris. Rama ka këtë lloj programi. Dhe një nga programet më të këqija të tonët që është që ne kërkojmë sot me ngul, ju duket pak paradoksale ndoshta, ne kërkojmë, ose politika, po kërkojmë me ngul që ne të futim në Bashkimin Evropian. Futja në Bashkimin Evropian do thot një nga, përveç atyre që thash më lart, është edhe një pikë tjetër ku ne përfundimisht
heqim pretendimet tona territoriale për sa i përket Kosovës, Çabërisë, pjesë Maqedonisë ose Malici. Sepse me futjen në Bashkimin Evropian ti s'ke më të drejtë të kërkosh absolutisht asnjë lloj gjëje në territoret e tua të pretenduara, pavarësisht se janë të banuara nga shqiptarë. Ky është akti tjetër antikombëtar, për ne tash ne nuk futemi në Bashkimin Evropian si partner, por ne futemi si luftësar, si një vend që do përdoret ose themi si kazan i Europës që do mbledhë çdo lloj plere do ta sjellë në Shqipëri. Kaq. Zotë Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.